kur na ka ardhur ish deputeti Fidel Ylli po këtu në këtë vend. Po? Para 10-12 vjetësh. Po? Aty. Fideli Sportit. Fideli. Dhe me ato letrat që kishte ky në dorë, një dëng të madh bashkë me kryetarin e komunës, edhe ja projekti, ja firma që do të bëjnë, ja lek të menaxhora, çdo gjë është gati. Pas votimeve ju do fillojnë asfaltimi. Dhe ky është si ariq i madh që po u japin ju për fshatin e Mbolan. Ore i them, këtu kanë ardhur edhe të tjerë i them, dhe na e kanë premtuar këtë rrugë. Jore tha, unë tha po nuk është bëra këtë rrugë, tha nuk shkel me në Mbolan. Dhe mbajti fjalën vërtet, mori mandatin ikuaj, se erdhi me ai. Ikuaj. Ne do të bëjmë shtet, t'jeni të sigurt dhe mos na paregjykoni për të bërë ndryshimin e madh, që ne të kemi mundësi qarkun ton t'i japim dinjitet, të bëjmë rrugë, të bëjmë infrastrukturë, të afrojmë biznesin, të rritet punësimi. Po i mori votat. Votat i mori, mandatin e mori, e vuri në xhep dhe ikuaj. Po se mos ka marrë vetëm ai, këtu kanë marrë dhe tjerë. Ju po pa rrugë. Jo, ky që na premtoi, tha jam nga Strapari, unë më tha mua nej. Kemi pasur çik debatash për këtu ne, për mos ta folur me të. Me të. Sepse e kundërshtova unë. Kishte ca njerëz mbrapa ai. E kuptoj.